Janë sqaruar gjitha pyetjet. U ezauruan gjitha. Tani, nëse do të bësh një përmbledhje mirë, nëse s'bën tani çfarë do të them? Jo pyetjet mbaruan. Po për mua. Me që i more për sipër, me na sqaru si me formin bujqësor që je. Po, jam me formin bujqësor, e kam përndet. Njeni që, po s'po të them dakord në rregull. Njeni për cilin citove, të futi mrena deri në fyt. Po. Sepse vetëm për foto. Po t'ishte ezaurus, tash me formin bujqësor, po këtë formin juridik. Është kështu? Në qoftë se neni 11 do të kishte qenë i mjaftueshëm, nuk do kishte pas nevojë për ndryshim neni pika 6. E neni 2. E përbledh neni 11, neni 2 pika 11, për pikën 6 s'kemi nevojë. Do të thotë, fakti që kanë sjellë pikën 6 me shënimin e logik, që nuk e kishe ke pika që lexove, pika 11, dakor? Do të thotë tu ka një problem. Shtojnë diçka. Me gjithë besimin që ke nuk e ke qeveria, ti ke Edi Rama. Unë po i bëj thirrje për gjejshmërinë edhe te Edi Rama e kam besimin. Po pikërisht pa, do të them, jo ke qeveri. Po edhe te Edi Rama dhe te qeveria. Po shkëlqyer. Tash imagjino sikur mos jeti njëri i përgjegjshëm që i dhem veni, që nuk bën kur kompromis me oligarkët. Ha? Për të fituar një lek për vete, si Edi Rama, po ta zejmë se një ditë vjen Saliu. Dhe ka këtë instrument në dorë, që e vendos Këshilli i Ministrave, një njeri i papërgjegjshëm si Sali Berisha. Mund ta ketë këtë instrument dorë, se dhe ndodhur si se demokracia është kjo, lëvizin gjona. Saliu s'pyet për njerëz që ato pyet për tokat bujqësore. Tash po të them, bashkë me kolegun Gjiknuri, po kërkojmë sqarim. Ke gjëja. Dhe po themi. Jo mos keni për të sqaruar kur gjë tani. Jo, or dakord. Dakord. Ti merre mbyllë këtu s'është problema apo. Po i fole sa dush ti, jepi. Tash ti po të them edhe një herë, nëse këtu do të kishim diskutime vetëm me gjë se votën e ke. Pa bukuri. Se pyetshim dhe dy pyetje të tjera, ne nuk ishte problem. Urgjenca që ke, nervozizmi që tregon me mbyll këtu këtë punë, do të thotë ajo që ju thash parë. Po, te lepurin fer. Jeni duke bodom. Jeni duke bodom, nuk na leni as të pyesim as sqarohemi. Turp ju vi kush e voton pro? Turp, po, shumë mirë. Na e le turpin ne, e gjetët lepurin fer ju të tre sot, në rregull. Tani kush është dakord të tërësi me projekt ligjin? Jo, riga abstenimi ti. Po le të jap shpjegimin. Se u keq kuptova edhe tjerë. 2 kundër, 1 abstenim me 3, e 3, 6, 7 me 7 vota pro, miratohet projekt ligji. Kalojmë tek ky projekt ligj ti kaloj. Do ma japësh fjalën ti një farë. Vetëm i farë. Hik ma. Hik. Meru me o ert.